Olsi Bylyku dhe Denada Lura, a ka marrë fund një nga historitë më të komentuara të showbizit shqiptar në botën dinamike të showbizit, ku çdo veprim ndiqet me vëmendje dhe interpretohet në detaje nga fansat dhe mediat. Marrëdhëniet romantike të personazheve publik shpeshherë bëhen lajm në vetvete. Një nga çiftet që ka tërhequr vazhdimisht interesin e publikut shqiptar është ai mes këngëtarit, aktorit dhe moderatorit të njohur Olsi Bylyku dhe gazetares së njohur Denada Lura. Dyshja janë përfolur për një lidhje të konsoliduar, të bazuar në respekt, bashkëpunim dhe ndjenjë, por duket se kohët e fundit diçka ka ndryshuar. Së fundmi, fansat më të vëmendshëm kanë vënë re një detaj domethënës. Olsi dhe Denada nuk ndjekin më njëri tjetrin në rrjetin social Instagram. Në një kohë kur rrjetet sociale janë bërë një reflektim i jetës personale dhe emocionale të personazheve publik, një veprim i tillë shihet shpesh si një shenjtërim i heshtur i një ndarjeje. Kjo lëvizje ka ngjallur menjëherë dyshime, komente dhe spekulime të shumta nga ndjekësit e tyre, të cilët kanë vënë re mungesën e postimeve të përbashkëta dhe heshtjen që po mbizotëron nga të dyja palët. Deri tani, as Olsi Bylyku dhe as Denada Lura nuk kanë bërë një deklaratë zyrtare në lidhje me këtë çështje, por në botën e famës, ndonjëherë heshtja flet më shumë se fjalët. Fakti që të dy kanë zgjedhur të mos komentojnë situatën e krijuar i ka lënë rrjetet sociale të mbushura me aludime, ndërsa fansat janë ndarë mes atyre që presin një pajtim dhe atyre që janë të bindur se marrëdhënia ka marrë fund përfundimisht. Është për t'u kujtuar se Olsi dhe Denada kanë qenë një nga çiftet më të pëlqyer të medias roz. Ata janë shfaqur në momente të rëndësishme së bashku, kanë ndarë her pas here copëza nga jeta e tyre dhe kanë qenë një shembull i një lidhjeje të pjekur në sytë e publikut. Ndaj, ideja e një ndarjeje nuk është e lehtë për t'u pranuar as nga ndjekësit që i kanë ndjekur me simpati dhe afeksion, por, përtej thashethemeve, është gjithashtu e rëndësishme të respektohet privatësia e personazheve publik në momente të tilla delikate. Ndarjet, sado publike të jenë figurat, janë gjithmonë të vështira, të ndjeshme dhe përfshin emocione që nuk janë gjithmonë të lehta për t'u përballuar në sytë e opinionit. Për Olsin, një artist i cili ka ndërtuar një karrierë shumë dimensionale në muzikë, aktrim dhe prezantim, dhe për Denadën, një gazetare me reputacion të mirë dhe një figurë shumë e respektuar në median shqiptare. Kjo mund të jetë një periudhë reflektimi dhe rigjetjeje personale. Ata mbeten dy individ të suksesshëm që kanë dhënë shumë për artin dhe mediat shqiptare, dhe për këtë do të kenë gjithmonë mbështetjen e publikut, pavarësisht se cilat janë zgjedhjet e tyre personale. Në pritje të ndonjë reagimi apo konfirmimi nga vetë protagonistët, historia e Olsit dhe Denadës mbetet për momentin e paqartë. Por si çdo histori dashurie në kohët moderne, ndoshta rrjetet sociale do të japin sinjalet e para të asaj që po ndodh vërtet.